sipas ligjit, sipas së drejtës ndërkombëtare kanë qenë ujëra ndërkombëtare, pra ujëra të lirë për kalim. Kjo do të jepte një levë të jashtëzakonshme gjeopolitike dhe energjetike e Iranit, të cilën nuk e ka pasur deri më tani. Vendosja e tarifave, ku në bazë të asaj që pretendohet, vendosja e tarifave në çdo fuqi nafte, ku çdo anije mund të shkojë deri në 2 milion dollar pagesë për të kaluar ngushticën e Hormuzit, dhe me një mesatare do të siguronte Iranit 64 miliard dollar të hyra vjetore vetëm nga tarifat që të marrin nga ngushtica e Hormuzit, që nuk i ka marrë deri tani. Pastaj është vazhdimi i pasurimit të uraniumit, e cila ka qenë edhe pika kryesore për plasjes me shteteve të molla e sherrët me Shtetet e Bashkuara dhe Irani, po ashtu edhe me aleatët perëndimor tjetër, me aleatët evropian, ku arritën marrëveshjen në kohën e presidentit Obama, që është kundërshtuar fuqishëm nga presidenti Trump. Fakti që të lidhet me largimin e trupave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga lindja e mesme, që besoj që është një vjekuqe që asnjëherë nuk do ta pranojë Washingtoni, por nëse Irani ngulmon në këto pika, atëherë mund të themi se nuk mund të kemi një marrëveshje, për shkak se nëse Washingtoni pranon këtë marrëveshje, atëherë do të kemi një zëvendësim të fuqisë amerikane në lindjen e mesme, dhe atë vakum do ta mbushte një fuqi tjetër, ku shumë gjatë do të jetë Kina, e cila është e papranueshme për strategjinë amerikane. Me që dolën te Kina, pavarësisht votimit që bëri në Këshillin e Sigurimit në OKB, nga ana tjetër, Trumpi ja njohu merita që ishte edhe ndikimi i saj që bashkë me Pakistanin të ndikonin te Irani që ta pranonte pushimin. Kina ka luajtur një rol interesant në këtë luftë, për shkak se Kina ka qenë një nga përfituesit, por njëkohësisht edhe humbësit e këtij konflikti, por duke marrë parasysh faktin se Shtetet e Bashkuara janë involvuar fuqishëm, kjo i ka dhënë mundësi Kinës që në një mas të caktuar të shohë dhe të vërtetoj potencialin ushtarak dhe fuqinë ushtarake që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në rajon, por edhe në një përballje të mundshme me një të ardhme të afërt për Tajvanin, ku i ka dhënë mundësi Kinës që të shohë dhe teknologjinë që ka përdorur dhe posedojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në të njëjtën kohë kjo i ka dhënë asaj mundësinë që të paraqitet para botës si një shtet me integritet etik dhe si një shtet i cili lufton dhe lobon për paqen botërore. Vështirë që të dalim në një konkluzion se çfarë na pret tani për andej, por për të ardhur më këtej dhe për ta mbyllur në fund për situatën në Shkup në Maqedoni, kemi pasur protestën e studentëve për provimin e jurisprudencës. Ne fal çfarë ndodh tani, se asnjë nga palët nuk po tërhiqet. Kryeministri Mickovski tha që ata kanë të drejtë, por së pari duhet bën ndryshimet ligjore, pra shtyri. Kurse studentët thanë do të vazhdojmë, do të kemi një tjetër protestë akoma më të fortë. Si e shikoni ecurin, kush në fund do të tërhiqet nga palët? Po, të them drejtën, historikisht janë studentët ata cilët kanë bërë ndryshimet dhe kanë bërë revolucione, dhe thuaj se në çdo protestë studentore në fund ata që kanë dalë fituesi janë studentët, por këtu në Maqedoninë e Veriut protesta studentore kryesisht lidhen me çështje etnike. Është diskutabile te ne edhe ndryshimet kushtetuese dhe ndryshimet ligjore, për shkak se në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut nuk kemi të shkruar tekstualisht se gjuha zyrtare është gjuha shqipe, por gjuha zyrtare është gjuha që e 20% të popullatës. Kurse në paragrafin vijues deklarohet se gjuha zyrtare në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut dhe në marrëdhënien ndërkombëtare është gjuha maqedone dhe shkrimi i saj cirilik. Pra gjuha shqipe është gjuha 20%, dhe gjuha shqipe do të jetë zyrtare vetëm në ato rajone ku shqiptarët janë 20%, pra nuk është gjuhë zyrtare në të gjithë territorin. Dhe kjo paqartësi kushtetuese ka krijuar edhe paqartësi të mëdha në aspekte tjera, sidomos në lidhjet që janë nxjerrur vazhdimisht për të avancuar përdorimin e gjuhës shqipe, ku kemi disa lidhje që janë nxjerrur për këtë qëllim, por që fatkeqësisht këto ligje nuk janë respektuar asnjëherë nga institucionet shtetërore, dhe fatkeqësisht pjesa më e madhe e këtyre ligjeve nuk janë respektuar as nga përfaqësuesit, pra ministrat shqiptar që ka qenë në ekzekutivin e Maqedonisë së Veriut. Dhe marrëveshja e Ohridit është dashur që të zbatojmë nga periudha 2002 deri në periudhën 2006, pra një periudhë 4 vjeçare, kurse ne jemi në vitin 2026 dhe ende diskutojmë për çështjet më elementare si përdorimi i gjuhës, dhe kjo është shumë tragjike duke marrë parasysh periudhën ku po jetojmë, pra viti 2026, shekulli 21, dhe Maqedonia është një nga shtetet aspirante për të antarësuar në Bashkimin Evropian, dhe arrihet një stat të tillë ku të mohohet studentëve shqiptar apo një 30% të popullatës që ta japë provimin e jurisprudencës në gjuhën të cilën ajo ka mësuar.
Pra këtu çdo ligj dhe çdo lëvizje ligjore dhe kushtetuese perceptohet në aspektin etnik. Pra çdo gjë që duhet të bëhet një ndryshim, këtu i mvishet pestku etnik, duke e bërë shumë më të vështirë dhe shumë më tenduese çdo ndryshim për ta ardhur deri tek një normalizim i raporteve etnike këtu në Maqedoninë e Veriut. Lutem edhe diçka se kemi dy aktorë kryesor që kanë folur për destabilizim. Kryeministri Mickovski që tha pas protestës është BDI-ja opozita që duan të destabilizojnë vendin edhe kam njoftuar NATO-n dhe BE-n partnerët e mthetash. Foli dhe Ali Ahmeti që në fund të asaj letrës përpara protestës, pra paralajmëroi që situata mund shkonte edhe deri atje, nëse prekej gjua shqipe. Po ka shanse reale që mundet të destabilizohet situata brenda? Nuk e besoj për shkak se është fakt se këtu në Maqedoni temat nacionaliste dhe temat etnike vazhdojnë që të prodhojnë vota dhe në të njëjtën kohë përdoren si instrumente për të mjegulluar vështirësitë dhe problematikat që hasin çdo dy qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Këtu ne kemi probleme me rritjen e çmimit të naftës, papunësinë, emigrimin masiv të të libe. Ne po vim për të marrë naftë andej. Po përsëri për ne është shumë shtrenjtë, ku çmimi i naftës ka arritur në 1.5 euro dhe për të mjegulluar të gjithë këto problema që hasin çdo dy qytetarët, nxiten tensione dhe problematike etnike të cilat janë totalisht të panevojshëm. Duhet të marrë parasysh faktin se Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë për 22 vite ka qenë në pushtet. Dhe këtë çështje e përdorimit të gjuhës është dashur të zgjidhet me kohë. Por edhe tani qeverisja e tanishme nuk duhet që të përdor këtë temë për të mjegulluar apo për të përfituar pikë politike, por duhet që të gjendet një dakordsi mes pozitës, opozitës, mes dy etnive më të mëdha, pra shqiptarëve dhe maqedonasëve këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe të jepet fund këtyre problematikave dhe të ecim në rrugën drejt Bashkimit Evropian, për shkak se Maqedonia është shumë brapa shteteve tjera, përfshirë Shqipërinë, Malinezi dhe Serbinë në rrugën integruese. Bashkojmë ato që thatë ju, duke uruar që të mbyllen sa më shpejt ato probleme andej. Ne falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për ju.